Drejtues të Flamurtarit dhe zyrtar të klubit do të bojkotojnë në shenjë proteste ndeshjen Vllaznia Flamurtari, që luhet në Loro Boriçi, pas ngjarjeve për dënimin e fushës Donjate me 8 ndeshje pa tifoz. Presidenti i klubit të futbollit Flamurtari Sinan Idrizi dhe drejtues të tjerë të klubit nuk do të jenë të pranishëm në ndeshje. Në shenjë proteste nuk do të udhëtojnë as tifozët. Lajmi është konfirmuar për televizionin 6+1 Vlora nga vetë presidenti i klubit të futbollit Flamurtari Sinan Idrizi. Në shenjë reagimi ndaj vendimit të disiplinës në Federatën Shqiptare të Futbollit, asnjë zyrtar i Flamurtarit nuk do të udhëtojë drejt Shkodrës. Nuk ishte një vendim as pak i drejtë ai që mori disiplina që për një incident të dënohet një qytet i tërë. Flamurtari nuk do të bojkotojë kampionatin, por ne si zyrtar dhe drejtues do të bojkotojmë çdo aktivitet të Federatës Shqiptare të Futbollit. I vetmi që do të udhëtojë me skuadrën është sekretari i klubit Alfred Ferko, është shprehur gjatë një komunikimi me televizionin 6+1 Vlora, presidenti i Flamurtarit Sinan Idrizi. Por realisht me vendimin 8 ndeshje pas spektator dhe pa të drejtë konvertimi, pasi penalizohet një qytet dhe një publik i tërë. Qytetaria vlonjate mori një goditje të rëndë, por në fakt nuk është era e parë që këto ngjarje ndodhin në kurisë të Flamurtarit. Presidenti i klubit të futbollit Flamurtari Sinan Idrizi thotë se është apeluar vendimi dhe se tashmë pritet një vendim i drejtë nga Komisioni i Apelimit në Federatën Shqiptare të Futbollit për ta rishikuar këtë vendim, pasi një gjë e tillë do të ishte në të mirë të gjithëve. Ndërkaq, të tjera zhvillime ka patur mesditën e kësaj të mërkure në klubin e futbollit Flamurtari. Për rreth 3 orë, Sokol Cikaleshi dhe Sinan Idrizi janë ngunjuar në ambientet e stadiumit. Kjo që po ndiqni është makina e Cikaleshit përpara klubit, teksa po bisedonte me Sinan Idrizin për një bashkëpunim të mundshëm pas janarit. Futbollisti kombëtares shqiptare, me sa duket është drejt Flamurtarit për të nisur një aventurë të re. 34 vjeçari aktualisht është në Turqi, ku luan në ligën e parë turke të futbollit. Pritet që Flamurtari të hyjë në një merkato të fuqishme në janar, ku një prej afrimeve mund të jetë edhe Cikaleshi, ndërsa klubi do të bëjë edhe disa afrime të tjera, me qëllim për të dalë nga kjo situatë e vështirë ku është krijuar në mungesë të rezultateve, pavarësisht se ekipi ka bindur në javët e fundit me lojë.